إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عز وجل lavdrojmë, ata madhrojmë dhe falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut azza wa jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga sa çdo shpikje në fe është bidat, risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kemi frikën Allahut azza wa jall me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, që kemi frikën Allahut azza wa jall kudo që të jemi, edhe pa të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po të sillim me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Në hutbën e kaluar kemi folur në lidhje me një temë që ne për çdo ditë jemi dëshmitar të saj, ajo është vdekja e papritur. Dhe kemi thonë se njeriu takohet me dikën mëngjes, në mbrëmje vjen lajmi se nesër është vorrimi i tij, apo i përshëndetur në mbrëmje, në mëngjes të kanë lajmëruar se për drekë është vorrimi i tij. Vdekjet papritura që është prej shajat kiametit dhe mushtu në kohët se i afrohem kiametit më tepër, dhe kemi folur se është mirë apo jo, dhe më thonë me arë kjo vdekje. E kemi thonë se varësisht çush është gjendja e njeriut, ashtu mundesh me thonë është mirë apo keq, qofse është njeri i devotshëm, i udhëzuar, ndoshta edhe për të është lehtësim, mirë por unë Zot me konë kundërta sa përfundim i keq. E kjo më kujton në rastin kur jam mbledh 3 xhallar, 3 dietar të mëdhej, Sufjan al-Thauriu, Yusuf bin Asbat edhe Wahib bin Ward, edhe kanë folë që temën e vdekjes papritur. Edhe Sufjani kish pas mendimin më herët se nuk kam qef më ngoditur vdekja papritur. Kështu të kam menduar, mirë po tash hiç nuk e kisha pas dert edhe çon se më vjen vdekja ashtu. Edhe pe pyet kjo Yusuf bin Asbat pse? Thot kisha pas qef me dek papritur edhe hiç mos më zgjat kjo punë për shkak sprova dhe fitneve që jenë të na goditur ditë pas dite. Ndërsa ky Yusuf bin Asbat e kish pas mendimin tjetër, kish pa thonë se valla unë kam qef, dhe më thonë Zoti më dhoni për edhe më tepër, derisa ndoshta një ditë mushat mendja dhe pendohem edhe kthehemi te Allahu azza wa jall. E i treti kish pa thonë se unë nuk kam ndonjë preferencë, atë që ka zgjedhur Allahu azza wa jall për mua, e që din që është haj për mua, ajo më ngoditur. Pra qofse ka zgjedhur Allahu vdekjen e papritur, mirë se vjen, mirë po edhe në qofse vjen tjetra, nuk e kam dert, se kam pas dert vëllezër të nderuar se realisht shumë prej tyre
Pe këtyre njerëzve të mëdhej, këtyre dietarëve kanë thonë se me kanë pa me laçën e vdekjes të dera, s'kishin pas apo s'kishin ditë se çfarë punë të mirë kanë mujt me shtuk tani jetën e tyre. Çaq njerëz të mirë dhe devotshëm kanë qenë që edhe më ju ardh vdekja pa pritur nuk është dert. Ama arun në zët me në ardh vdekja neve tjerëve, qysh është puna? E to e ditë një realitet tjetër, se njeriu ashtu si që jetën në shumë të në raste edhe vdes. Mirë po edhe ashtu si që vdes, ashtu edhe këmbërin gjallë nesër në ditë në gjykimit. Ka qenë një njeri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në haqë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ditën në Arafatit i veshur me ihrama, i hy për ndeve, mirë për zohet dhe shkelmën ndevja dhe vdes. Edhe për thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastran e kufomën e ti me ujë dhe sidër, është një bimë dhe më thonë cila ka veti pastruse. Edhe që fenësnin dy hiramat e ti, mos e parfumosni edhe mos jam bëlloni kokën, se këtë do të rinjallat nesër në ditën e gjykimit me të një bje ashtu si që ka dhonë shpinë këtë dënja. Ashtu ka jetuar, ashtu ka vdekur, edhe ashtu ko mërin gjallë nesër në ditën e gjykimit para gjithë njerëzve, duke bërë të lbije si shaj me tregu se unë një maj veçantë se jo, se kam vdekur një vdekje të mirë. Nërë po gjithë the kam pas dërtë dhe të ndëruar që ditën kur këna me dalë për Allahu të azze kur këna mu të bu për atina, e këna mërin gjallë ashtu si që jem këtë dënja të ardhur, pa asgjë, as roba, e as gjë tjetër, as dënja, as pasuria, as kur gjohiq, ashtu si që nga ka falë Zotin këtë dënja, ashtu kena mërin gjallë nesër ditën e gjykimit, so që edhe Aisha radiallahu ta'ala është çudit për pejgamberin s.a.s. Kër e ka dëgjuar këtë hadith dhe ka thonë ja Rasulullah, pa nuk shikojnë njënën tjetërin që ose e lakureqa. Të taj që atë ditë është puna me vështirë, gazep është me i madhë, tërënditja është me madhe, se mi shku mendja dhe me këqyr njënën tjetërin. Se është ditë e vështirë, ditë e rëndë, ditë e lahtarishme, për të cilët ku me pas shpëtim dhe atë ditë. Mirë do të ketë shpëtim për ata të faktikisht kam pas jetë mirë këtë dënja dhe kam pas përfundim të mirë këtë dënja e fatkeqësia më e madhe është ata të runa Zot kam vdekur si ju besimtar, apo kam vdekur me krime, mëkate e nuk jem penduar për tyre. Nga se kështu ne ka përshkruar vëllezër të nderuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjendjen e njerëzve dhe vdekjes dhe ringjalljes së tyre. Vetëm punën e këtij haxhise tregova. Mirë po keme edhe hadithe tjera që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata shahidët që të kanë luftuar në rrugën e Allahut azza wa jall, edhe janë plagosur ndoshta edhe janë vdek, duke ngritur fjalën e Allahut azza wa jall më së lartë. Këta shahid nesër në ditën e gjykimit kanë me ardhur me të njëjtat plaga që i kanë pas këtë dynja. Të fresta ashtu siç i kanë pas këtë dynja, duke rrjedhur dhe duke tajitur gjak, edhe gjak i kuq si kësaj dynjas. Mirë po me misk, me erë të miskut, me dalu se që kjo është i veçanë, nuk është se këtë tjertë. Muezini i cili e thirë e zanin, i cili i thirë njerëz në namaz, i cili është i sinqert duke ngritur fjalën e Allahut, Allahu Akbar, nesër në ditën e gjykimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ka thonë se kanë me pas qafën më gjatë se në tjertë, mu tregu se çta njerëz janë veçantë, se kanë ngritur fjalën e Allahut këtë dynja, e Allahu azza jall komi ngrit nesër ditën e gjykimit. Se kështu kanë jetuar, kështu kanë vdekur dhe kështu do të ringjallen. Mirë po edhe këme pas tjerë vëllezër të nderuar që kanë jetuar ndryshe, kanë më ringjallë ndryshe. Këme pas pa besimtar, të cilët do të ringjallen me fytyrat zeza, do të ringjallen duke ecur mbi fytyrat e tyre, do të ringjallen shurb me meca duke qenë të tërverbërt. Bile ka ardhur në ajet kuranor se kanë më ringjallë e syrit e tyre kanë me zgurgullu. Për shkak se faktikisht ashtu të kanë qenë këtë dynja, të verbërt e shurb me meca ndaj të vërtetës dhe shpalljes dhe misioneve të pejgamberëve, edhe Allahu azza jalla ashtu do t'i ringjallë me fytyrat zeza kanë jetuar, me fytyrat zeza do të ringjallën nesër ditën e gjykimit. Mirë po jo vetëm këta, po edhe ata që janë mëkatarë,
se të ndoshta ka mundësi me qenë musliman, mirë po kanë vdekur duke mos u penduar te Allahu Azza wa Jall, ne kanë firmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se të tillë kanë marrë gjallë, varësisht prej mëkatit që e kanë bë. Ku me pas njerëz vëllezër të nderuar që Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë pasuri, edhe nuk e dhojnë hakun dhe zakatin që e kanë pasuri. Kanë marrë gjallë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nesër ditën e gjykimit, e për rreth tyre ka me qenë një gjarpër me kokë të bardhë, me 2 vrima të zeza mbi kokë, me 2 pika të zeza mbi kokë. Thjesht një prej llojeve më të rrezikshme të xharmëve, i cili do të pështjell për fytyrë atë njeri, dhe do të kafshon në gojën e tij dhe do të lëshon helmin për shkak mos kryes obligime që ka pas ndaj pasurisë së tij. Sa njeriu ka pasuri vëllezër të nderuar, e që i qëndrojnë me vite, me dhjetra, me qindra e mija euro, edhe thjesht mjaftohet me dhon disa sadaka këtu aty, edhe mendon se ka kryer obligimin, nuk është kryer obligimi i zakatit. Qofse e ki 40.000 euro, duhet me dhon 1.000 euro zakat në vit. Qofse e ki 100.000 euro, duhet me dhon 2.500 euro në vit. Dikush mund të më thonë, bëhet është Allah i dha më tepër. Ja, po jetu i ka dhon ndoshta sadaka e përgjithshme, nuk jetu i dhon në zakatit, e ti sa dosh fal nafile, qofse nuk e ke fal farzën, nuk e ke kryer obligimin, edhe kështu sa dush valla sadaka, jep sadaka, qofse se ke dhon zakatin, nuk e kryer obligimin. Mirë po ku me pas edhe tjerë vëllezër të nderuar, ata të i lojnë parët në për banka me marë kamat dhe mjështua, dhe më thonë se me marë fajde, ose dhe vetë nështë ta merë me ba ndë një biznisa me vesu diçka njetën e tina pare me fajde, me kamat pej bankës. Allahu Azza wa Jalla në ka përlemruar për ta tillët se kanë morin gjallë nesër ditën e gjykimit si njerëz të çmendur. Se ai personi i cili në këtë dunja rrokun në gjint edhe bën lëvizjet pa kontrolluar edhe se din se çka të bë dhe ku është. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Ata të thjesht e hajnë kamatën në këtë dunja, kanë morin gjallë nesër ditën e gjykimit, se ai person i cili është i prekur për gjinëve për siherit. Për shka? Se kanë thonë se tregtia dhe kamata është njësoj, e nuk është njësoj tregtia dhe kamata. Ka me ardhur njeri vëllezër të nderuar nesër ditën e gjykimit, i cili ka pas ndoshta një pozitë publike, edhe e ka keq përdorur atë, duke ja marrë njerëzve, do më thonë pasurinë e tyre pa hak, për t'ju kryer punë kështu me radhë. Ka se secilën pasuri që e ka marrë këtë dunja, ku më ngarku nesër mbi kokën e tina. Qofse ka marrë dele, ka më ngarku delja. Qofse kali, deve, pasuri, toka, shtëpije, kështu me radhë. Secilën varësisht se çfarë pasuri e ka marrë këtë dunja, edhe do të vinë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nesër ditën e gjykimit duke i thënë ja Rasulullah, ergethna na ndihmo, a pëshën çfarë gjendje jem, edhe ku më thonë se s'kam kur gjë në dorë, ju pa ta treguar se çështot kom jarë puna pas keni dëgjuar. Se cilit që ka bërë tradhin këtë dunja, që ka marrë një pozitë dhe ka tradhuat pozitë, nesër ku me pas një flamur, edhe në varësisht se çfarë tradhije ka bërë, çfarë shkelje ka bërë, aq ku me pas lartësinë e flamurit, me treguar dhe mu veçu se që ka qenë ai i cili ju e keni besu, e nuk ka qenë i tillë. E më i madhi prej tyre është ai i cili ka rolin më të madh në shoqëri, qoftë në nivelin lokal apo në nivelin shoqëror, qendror, por varësisht për përgjegjësisë, varësisht prej mos kryes përgjegjësisë, kemë pas nesër një flamur dhe kemë pas një shajt që kemë të veçuar se ti je për aty në personave të cilët e ke tradhuar besimin e tjerëve. Mirë po vëllezër të nderuar, ku me pas edhe njerëz nesër ditën e gjykimit që kanë morin gjallë si bubrecat. Edhe kanë mishkel njerëz me këmbë dhe kanë me qenë pa përfillshëm. Edhe ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ata janë mendje mdhënë këtë dunja, të cilët ecin mbi tokë duke menduar se e çojnë tokën dhe e rrin lartësinë e maleve. I nënçmojnë njerëz të tjerë dhe refuzojnë të vërtetën. E nesër ditën e gjykimit ka merrin gjallë Allahu Azza wa Jall me të kundërtën asaj që e kanë pretenduar, edhe me i bë si një insekt i vogël i papërfillshëm, edhe me shkel njerëzit me këmbët e tyre, edhe mos me i pa, edhe thjesht poshtrimi me i kapluar në gjitha anët. Ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
se edhe ai personi i cili vëllezër të nderuar i ka dy verzione, dy qasje, dy ftyra, me dikon paraqitet ndryshe, e kur është në prezencë tina, thjesht fol për çeft ti, e kur ja kthen shpinën, e fol të kundërtën e tij, e asaj që e tha më herët. Ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ky person nesër në ditën e gjykimit s'ku morin gjallë me dy fytyra, po ku morin gjallë me dy gjuhë, ama dy gjuhë ku më pas pe zjarr të xhenemit, se me ato dy gjuhë me dy çase i ka pas ndmon me njerëzve. Me një fytyrë është paraqitë, tjetër fytyrë e kam shef, mirë po Allah ku më pas njerëz të dijes vëllezër të nderuar. Ku më pas edhe njerëz hoxhallar, të cilët domethënë kanë më pas një dënim shumë të rëndë nesër ditën e gjykimit. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa i personi i cili pyetet për ndonjë çështje fetare, e që e din, e mshefat dituri, ku më ngjit nesër në gojë në asnjë farë që ngjitet kafshëve prej zjarrit të xhenemit. S'ka njeriu mja bë kërkuj në rrafsh, edhe me thonë se s'është koha, s'po muna mja thonë në rësy, thjesht qofse e din një punë, o dhron njeriu për të mirë, ndalon nga keqja, e sidomos qofse të pyet, a është halal, a është haram, të rekja vrejten, ki kujdes, se malet kime pas për shpirtin tënë këtë dunja, mirë po dhe më mirë kime pas ai personit të dëgjon fjalën, e lusim Allahun azza wa jall që të na ruan të gjithë neve, na përmirëson gjendjen tonë, në i falë mëkatet tona, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي والسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, të gjitha ato raste, ata njerëz, ata mëkatar, të cilët të ringjallën të tillë ditën e gjykimit, janë një alarm që duhet më na ndrit vetdijen edhe më na rrit imanin, përderisa Zoti na ka dhënë ymër, edhe nuk na ka ardhur që ajo vdekja që për secilin për neve është kiamet, se faktikisht për neve përfundon çdo gjë që njeriu mu kthye dhe mu pendu dhe me përmirësuat që ka mbetur. Nga se ka një hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo gru vajtuese përderisa nuk pendohet, nesër ditën e gjykimit ku morin gjallë e ku me kanë e veshur me një këmish pej katrani, pej zifti, e një prazmore prej zgjebës, si dënim për mëkatin që e kam bërë këtë dunja. A ke pa dikush që e godet një fatkeqësi, ndonjë vdekje, edhe fillon me vajtu s'formë rebelimi dhe mos përfillje kaderit dhe caktimit të Allahut azza wa jall dhe mos pajtimit me të. E fillon mja numëruat mirat ati të vdekjve dhe kështu me radhë, siç e dim na gjithë se ka dhe halek se njerëz të ignorancës që vajtojnë për vdekjve që muslimanët nuk i takon këtë punë. Mirë po ku me pas dënim të ashpër për këta personat të tillë, që ku me pas një këmish pej katrani, që vetëm vjen sa i shtohet temperatura dhe zjarri. Mirë po dhe përmende lëkura ku mu prek pej zgjebës e paramendon tash lëkure but me të smundje të tillë edhe me një temperaturë dhe zjarr të tillë. Mirë po na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë kjo vajtusja qofse nuk pendohet, që i bie se pavarësisht njeriu çfarë mëkati bën këtë dunja. Përderisa Zoti i ka dhënë afat, edhe nuk i ka ardhur shpirtin në fyt, e ka derën në qel, edhe kërkuna nuk duhet më jam shel, edhe nuk ka drejt më jam shel, nga se Allahu ka dashur që me lën këtë derë qel. Mirë po vaj për ati cili e nëzën vdekja me këto mëkate, e me këto mëkate do të ringjallet
e mas andej mbetet në dëshirën e Allahut Azza wa Jall, qofse dën e fal, e qofse dën e dënon. Lusim Allahun Azza wa Jall që të na bën për atyre që mundohen me të jetë mirë, jetë duke përfillur emrat dhe urdhnat e Allahut Azza wa Jall, duke u larguar prej ndalimeve dhe harameve që Allahu Azza wa Jall i ka ndaluar. Lusim Allahun Azza wa Jall që të na përmirëson neve, na përmirëson jetën tonë, na përmirëson hallin tonë, na përmirëson familjen tonë, na përmirëson shoqërinë tonë, na ruan neve dhe sigurinë e vendit tonë. Lusim Allahun Azza wa Jall që të na falë neve dhe prindërit tonë, të falë këtë muslimanët në përgjithësi. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وعذابها وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله